Mbrojtuesi i plazhit i shpëton jetën 67 vjeçarit në Velipoj. Një ngjarje me fund të lumtur u regjistrua këtë të diel në plazhin e Velipojës, ku një pushues 67 vjeç u shpëtua fal reagimit të shpejtë të mbrojtuesit të plazhit Besfort Gjoklaj. Sipas informacioneve paraprake, i moshuari dyshohet se psoi një arrest kardiak teksa ndodhej në ujë. Mbrojtuesi ndërhyri menjëherë, nxori nga deti dhe konstatoi se 67 vjeçari nuk ishte puls dhe nuk merrte frym. Gjoka i ka dhënë ndihmën e parë duke kryer manovrat e reanimimit kardiopulmonar CPR. Pas disa minutash përpjekje, pushuesit rifitoi shenjat jetësore. Më pas në vendngjarje mbriti ekipi i urgjencës, i cili e transportoi 67 vjeçarin në spital, ku po merr trajtimin e nevojshëm.